Të nderuar zonja dhe zotrinj, të nderuar kolegë bashkëpunëtor të sigurisë dhe shëndetit në punë. Po ju drejtohem sot si kryetar i shoqatës kosovare për siguri dhe shëndet në punë në këto kohra të vështira të një pandemie mbarbotnore e cila e ka kapluar rrezullin toksor. Ku nga kjo sëmundje dhe nga ky infekcion kemi me qindra mija të infektuar dhe me dhjetra mija të vdekur nga sëmundja e koronavirusit apo COVID-19. Qëllimi sotëm i imi është që në këto momente të vështira për vendin ton të inkurajoj pjesëtarët apo ekspertët e sigurisë dhe shëndetit në punë për punën që po e bëjnë në këto momente të vështira për vendin ton dhe gjithashtu të kërkojnë nga ata që udhëzimet të institucioneve shtetërore, por po ashtu edhe të organizatës botërore të shëndetësisë të implementojnë apo të kyçin në proceset e punës në vendet e punës të tyre. Siç e dimë, puna jonë si ekspert të sigurisë dhe shëndetit në punë si shtyllë kryesore ka parandalimin e rreziqeve dhe dëmtuesve të cilat ndikojnë në vendet tona të punës. Po ashtu e shohim se edhe lufta kundrejt kësaj pandemie është kryekëput e orientuar në parandalimin, do me thonë në eliminimin e kushteve të përhapjes të kësaj sëmundjeje apo të këtij infekcioni të koronavirusit. Po ashtu do doja që të inkurajoj kolegët ton, ekspertët e sigurisë shëndetit të punë, si dhe antarët e koshës, të jenë në këto momente të vështira për vendin, në krye të punës së tyre dhe të jenë për krah punëdhënësve dhe punëmarrësve në këto momente për implementimin apo kyçjen e të gjitha këtyre udhëzimeve në proceset e punës, që besojmë në të ardhmen këto procese do të jenë shumë normale dhe në kushte dhe rrethana pa ndonjë pandemi. Ne në Kosha jemi duke bërë hulumtime të shumta nëpërmjet internetit në këto momente për të gjetur sa më tepër udhëzime dhe mënyra se si mundemi ta parandalojmë këtë sëmundje dhe të gjitha këto së shpejti do të jenë të shpërndara në rrjetet sociale për të gjithë të interesuarit. Në fund do të thoja se parandalimi është kyçe në këtë pandemi dhe se mënyra më e mirë është që për këto momente të jemi të izoluar ose të vetë izoluar në për shtëpitë tona për ata që munden ta bëjnë këtë, po për ata që nuk munden, atjere ti përmbahen udhëzimeve të organizatës botërore shëndetësore dhe udhëzimeve të institucioneve shtetërore të Kosovës.